Mirëmëngjesi edhe Ronaldo Sharkës që na bashkohet tani në studio për të prezantuar se çdo të ketë pak më vonë Live from Tirana, programin që ai drejton, po më para, dy si ka fundjava një herë. Mirë, në krye të tyre ti punon në fundjavë, harrova. Patjetër, fundjavat left the chat. Prej kohësh tashmë, javë të mbarë të gjithëve, shumë trafik sot, Tirana është një kolaps i tërë, domethënë, por gjithsesi, ja ku jemi tha, le të njihemi. Edhe Marko Musaj, një ish konkurrent i rëpullën në disa edicione më parë, do të jetë sot në Live from Tirana, në fakt do të jetë një bisedë e lirë për çuna të rinj ku njihen me gocat, si njihen me gocat, një djalë që ka provuar një format dashurie, çfarë ka ndodhur tani më pas, për palesën do të flasim gjithashtu se ka pasur edhe ndryshim ronjësor, kështu që gjëra për Gen Z ka sot. Gen Z rreth radios Gen Z. Dëgjon Gen Z radio shpyte, se tash këta kanë ndryshuar edhe tabiatet me ke parasysh. Hejdin po, në mëngjes. Atëhere, le të shikojmë se çfarë kemi në listën e fituesve. Po, kemi një fitues si gjithmonë jam shumë e lumtur të pyetjes së pamundur që ishte ka më shumë të tilla në një gotë me ujë, sesa ka oqeani gota me ujë, patjetër që molekula ishte e thjeshtë. Sot e ka fituar numrin që mbaron me 189, kështu që fiton 50 euro nga Sweet Spot, bravo të qoftë. Shikon që Alex Warren i këngës Ordinary që sapo dëgjuam na doli amerikan. Thashun anglisht. Ishte amerikan. Po, bë amerikan. Nëse përjardhjen angleze ka kështu. Tash po. Amerikani nuk ekziston, Blendi. Amerikani nuk ekziston. Përveç një amerikani. Një amerikani duhet të thënë. Nuk ekziston si Mirë, okay, po tani si kupton si. E kuptoj. Komp. Lëre mos e kupton, në sensin e kupton çfarë po them. E kuptoj. Okej. E kuptoj. Janë përjardhja e jon, evropianëve, kaq. Amerikanë vërtet janë ato, indianëte. Asaj kohë që Native Americans, po. Po, Native Americans. Këto tjerët janë Nami në Amerikë më shumë. Janë kopja e Evropës e keqe, kaq. Okej, shumë mirë. Tani për ta mbajtur politikisht korrekt duhet ta mbyll. Se na mbyllën edhe ne. Na fikën. Ja një shumë kombësh me qira fjala, një shumë kombësh është Mika, që është edhe përgjigjja e saktë e quizit muzikor, dua t'i uroj fitoren. Numri që mbaron me 892 është një djalë, kam përshtypjen, i cili ka thënë se është Mika me këngën Relax, dhe kjo është përgjigjja e saktë, fiton 50 euro nga Frontera, por Mika anglez. Drake ndërkohë para 5 orë. Po Drake Çfarë ka bër? Po, i ka shumë qefa. Ky na lodhi me këtë. Tash kjo është AI apo është Drake? Jo, është profili Drake-ut në Instagram. E di që ka veshur xhupin me ku është më se iko, ja. Jo, po do ta kthesh drejt. Ja, duket edhe pak më andej, E ka na lodhi ky me. Po si ka mundsi? Do ketë një të dashur shqiptar. Po, sigurisht. Si atë mendova më një herë. Ajo quhet shqiponja, edhe me ponjën, ose me të ndar dhe i her pas heri bundisme. Për juve në radio, Ronaldo na tregoi në celular që foto në profilin e Drake-ut është ai me një kapele të kuqe me shqiponjën. Para 5 orë ka pasur. 2 krenare në ball aty, kështu që ja, e kuptuat. Shumë faleminderit Ronaldo, faleminderit Heidi. Faleminderit ty Blendi o zoti i madh. Mika do ta mbylli ky shumë komshi, siç po e quanim, italishten, frëngjishten, anglishten e qan, etj. Kombet e vërteta. Po sa i bie. Anti-amerikane. O zot, Cristoforo Colombi. Shpirt jam pro kulturës, kupton? E di. Ju urojmë një super javë, lexoni, studioni, na dëgjoni. Se Bovaki që shikon Netflix ose në një film hollywoodian, do të tregoj unë ti besoj.